Përshëndetje të nderuar teleshikues, do të jemi bashkë në këtë hapësirë informative këtu në A2 CNN për t'ju njohur me zhvillimet e deri më tanishme. Unë jam Aresina Skënderi. Kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj, i cili në 10 shkurt bën 1 vit nga arrestimi, vijon betejën e tij për liri. Një prej përpjekjeve të tij ndodhet sot në SPAK, ku ndodhet edhe gazetari Armand Bajrami. Armand, përshëndetje. Çfarë të reja kemi nga kjo seancë? Arestina, mëngjesin e sotëm, kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj, i cili qëndron në paraburgim prej 10 shkurtit të vitit shkuar, është zhvendosur nga ambientet e paraburgimit të Durrësit, ku vuan këtë masigurie drejt gjykatës posaçme. Qëllimi i ardhjes së tij në këtë gjykatë është zhvillimi i një seance ku kryebashkiaku Veliaj kërkon zëvendësimin e masës së sigurisë arrest në burg me një masë më të butë, pra një kërkesë për lirim nga qelitë e paraburgimit. Në kërkesën e depozituar pak ditë më parë nga mbrojtësit e tij, ditën e premte, Veliaj pretendon se masa e sigurisë ndaj tij arrest në burg do duhet të zëvendësohet nga një masë më e butë, me arsyetimin se po përmbushet në pak ditë, përmbushet 1 vit nga kjo masë sigurie ekstreme ndaj tij, dhe po ashtu se nuk ekzistojnë më kushte ligjore që ai të qëndrojë në këtë masë kaq tash për sigurie, referuar faktit se hetimet janë përfunduara, dosja e SPAK është depozituar në gjykatë, ku është aktualisht duke ju nënshtruar shqyrtimit para prak, dhe se nuk ekzistojnë mundësitë apo rrezikët ligjore të parashikuara në ligj për dëmtim të provash nga ana e tij, dhe se në këtë lloj forme do duhet që gjykata të vlerësojë dhe të ndryshojë masën e sigurisë ndaj tij. Në këtë seancë të ditës sotme, kryebashkiaku Veliaj përfaqësohet nga avokati Sokrat Gjermani, vetëm për këtë seancë, ndërkohë që e pranishme në sallën e gjyqit është edhe avokatja Valentina Teodorescu, avokate që është caktuar kryesisht kryebashkiakut Veliaj disa seanca më parë për shkak se vetë kryebashkiaku hoqi dorë dhe shfuqizoi nga tagrat përfaqësues avokatët e tij. Ndërkohë që në bankën tjetër, atë të përfaqësuesve të SPAK në këtë seancë janë të 2 prokurorët e pranishëm, edhe Altin Dumani, por edhe Olsi Dado, dhe teksa bëjnë të lidhje, seanca është në zhvillim e sipër. Pak ditë më parë, Armand Veliaj ka bërë një padinë administrative ndaj prokurorit Olsi Dado. A ndikon kjo sot në seancën e sotme? Është vërtet, Aresina, disa ditë më parë, kryebashkiaku Veliaj ju drejtua me një padi administrative me një padinë në gjykatën administrative, ku padiste institucionin e presidentit të Republikës dhe prokurorin e posaçëm Olsi Dado, një nga 2 prokurorët e posaçëm që ka në duar dosjen e tij në SPAK. Sipas Veliajt, në atë padi të depozituar në gjykatë, kryebashkiaku pretendonte se Olsi Dado nuk duhet të shfuqizohej dekreti i presidentit për emërimin e tij si prokuror në Republikën e Shqipërisë, për shkak se, sipas kryebashkiakut Veliaj, Olsi Dado nuk kishte përfunduar shkollën e magjistraturës dhe referuar ligjit kohës nuk mund të bëhej prokuror. Kjo padi e depozituar ndaj tij nuk krijon efekt në ditën e sotme, përveç argumentit apo përmendjes së saj që mund bëhet nga ana e kryebashkiakut, fakt që do ta mësojmë në minutat pasuese, por ajo çka dua të ndaj në këtë moment është fakti që ka pasur një zhvillim të paktën në gjykatën administrative sa i takon kësaj padie depozituar pak ditë më parë, që pasi është shortuar, gjyqtari Balliu, që e ka në duar atë, ka vendosur rikthimin e padisë për plotësim të saj në Bashkinë e Kryeqytetit. Kjo me arsyetimin sepse padia e depozituar në gjykatën administrative si pal padit se kishte kryebashkiakun Erion Veliaj, por njëkohësisht edhe Bashkinë Tiranë. Por është vlerësuar nga ana e gjykatës se përveç ekstremiteteve, pra afirmosjes nga ana e kryebashkiakut Veliaj, në padinë e depozituar në gjykatë nuk ka pasur vull, numër protokolli, ekstremitete të nevojshme të institucionit të Bashkisë së Kryeqytetit. Dhe për këtë shkak, gjyqtari administrative ka kthyer edhe një herë padinë për plotësim të saj, nëse do duhet apo jo të vendosen këto ekstremitete dhe nga Bashkia e Kryeqytetit, dhe më pas për të vijuar me shqyrtimin e saj. Në rregull, Armand, të falenderoj. Kreu i Shqipëria bëhet në një prononcim për A2 CNN në protestën e 4 kombëtare. U shpreh se vendi ka nevojë për një bashkim të madh
opozitar përtej kryetarëve të partive, me një kusht hapjen e listave në një sistem proporcional kombëtar. Lapaj kishte edhe një mesazh për ish aleatin e tij politik, sot avokat popull Endri Shabani. Kemi kërkuar me forcë që nga e gjithë spektri opozitar dhe kryesisht nga Partia Demokratike të distancohen totalisht nga Edi Rama dhe marrëveshja e fundit që bën për kodin zgjedhor, duke imponuar tashmë i gjithë populli opozitar një marrëveshje të re, të një kodi zgjedhor që e çon hakun te i Zoti, që do të thotë votat ketë të njëjtën vlerë nga Konispoli deri në Vermosh dhe që do të thotë që ne të kemi një sistem proporcional kombëtar me lista të hapura. Unë si Adriatik jam i gatshëm të bëj 2 hapa pas që qytetarët jenë në shesh pavarësisht logove dhe të gjithë duhet ta bëjnë kështu. Nuk është një marrëveshje mes Adriatikut dhe Sali Berishës, duhet të jetë një konsensus i madh popullor mes socialistëve të zgënjur, demokratëve që kërkojnë ndryshimin e pushtetit sepse po shtypen, qytetarëve të paangazhuar në politik, të majtë, të djathtë, të gjithë ata që mendojnë që Shqipëria nuk duhet vitet më, duhet bashkojnë në shesh. Kjo është çështja dhe ne këtë kemi pikë kryesore, nuk është çështje e një bashkimi kryetarësh, është çështje e një bashkimi popullor. Një nga pikat është që forumi nuk do të përfaqësohet nga kryetarët e partive. Që do të thotë ne marrëveshjen e madhe qytetare e synojmë të jetë përmes qytetarëve të spektrit të ndryshëm politik, të demokratëve, të Shqipëria bëhet, të gjitha lëvizjeve, të shoqërisë civile, askush nuk mund mbaj peng popullin dhe ata që vërtet e duan ndryshimin duhet kuptojnë vendin e tyre dhe të bëjnë një hap pas. Në këtë drejtim, bashkimi popullor duhet jetë për nevojën që është tashmë. Ne nuk jemi duke folë për fushat zgjedhore apo për zgjedhje ardhshme. Ne jemi duke folë që këta po e vjedhin vendin sot dhe duhet ikin sot. Duhet ikin fal një bashkimi të madh popullor përtej nevojave apo halleve të kryetarëve të partive. Secili duhet në këtë shoqëri të pyes veten apo bën maksimumin, personalisht kam 55 ditë që flën qiell të hapur. Mendoni që po të bashkohet gjithë opozita e rrëzon e Tiranës? Mendoj që po të bashkohet i gjithë populli që vuan nga ky pushtet e rrëzon për ndaj hapës e Tiranës. Gati populli të shkojë aty në Durrës se janë një 40 familje që janë në qiell të hapur apo në Vlorë te tregu që po i heqin me dhunë dhe po i lën pa bukë. Ne si lëvizje apo qytetarët tu nuk ka nevojë për avokatën e popullit, se në ekipin ton ka aq shumë avokat sa institucioni i avokatit popullit nuk i ka. Edhe një pyetje të mos me ikë lutem. Ju jeni një nga forcat politike dhe një nga liderit të rinj që keni pas gjithmonë edhe të pak një shprehur dhe nuk e keni fshehur që keni mbështetje ndërkombëtarëve. Ku janë ndërkombëtarët to 55 ditë? Unë i takoj për javë dhe mos thosha për ditë në mënyrë të vazhdueshme. Dhe marrëdhënia vazhdon të jetë e shkëlqyer. Po, por ndryshe nga herët e tjera kur ka pas kriza dhe protesta ato kanë reaguar, nuk kanë dalë. Sepse është koha që Shqipërinë ta ndryshojnë shqiptarët. Do e ndryshoni? Po përpiqemi. Deputeti i Partisë Demokratike Besar Xhaferi u bashkua protestës së Shqipëria bëhet. Për Radio CNN, Xhaferi sqaroi mbi arsyet që e sollën pjesëmarrjen e tij në këtë tubim. Sipas tij, ndasit e partive opozitare janë shumë herë më të vogla se qëllimi i përbashkët, ai për largimin e Edi Ramës. Një hap drejt bashkimit protestave. Mësuesi të madh. Patjetër që ne gjithë protestat do t'i bashkojmë. Ky le të jetë një sinjal. Ndaj unë sonte. Gjithë partitë e vogla që të kuptojnë që kjo është rruga e vet. Por jam edhe për familjen time. Dhe është një hap i parë me një grup të rinj nga Forumi Rinor dhe ne do jemi çdo protestë që kërkojnë largimin e Edi Ramës. A ka tashmë një vendim nga Partia Demokratike dhe nga zoti Berisha që ju të merrni pjesë në protestën e zotit Lapaj dhe pastaj të bashkohet zoti Lapaj me protestën tuaj ndoshta me 10 shkurt? Ne shprehim dëshirën për të bashkuar këtë protestë, patjetër që zoti Berisha Nga Britania e Madhe, që ne nga Amerika, se kemi dëshirën të bashkojmë. nga Kanadaja, Mendoni që shkoa për të filluar 24 orë patrici që ju zoti bën, Berisha është shprehur që kemi disa skenar. Çfarë propozime keni ju personalisht si deputet i ri, si mundet që zoti Rama të rrëzohet sipas jush? Unë mendoj se çdo regjim është rrëzuar deri më sot. Edi Rama nuk është i vaksinuar nga një mundësi rrëzimi. Ju jeni dakord që qeverinë tranzitore siç ka vendosur ku Shqipëria bëhet të jetë një qeveri tranzitore për 12 muaj dhe të jenë të pranishëm ministra teknik apo jo, personazh nga shoqëria civile dhe jo politika. Po unë jam dakord. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ftoi edhe një herë mbështetësit e opozitës, në veçanti të rinj që të jenë të shumtë në numër në protestën e paralajmëruar për të zhvilluar në datën 10 shkurt në orën 17:00. Ai tha se protestat duhet të jenë të pandërprerura. Sipas çdo proteste kombëtare, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha e ka cilësuar tubimin e 10 shkurtit si test për opozitën. Në bashkëbisedimin online, Berisha përmendi edhe një herë faktin që protestat duhet të jenë të pandërprera, por pa qartësuar nëse do të ketë një çadër në shesh apo protesta periodike. Ora jon
është data 10 shkurt, ora 5, betejë me diktaturën nuk është një ndeshje futbolli. Partia Demokratike ka në plan dhe në projekt të gjitha format e mosbindjes civile. Edi Rama të bëjë ç'të dojë, mrapa diellit të shkojë, shpresë nuk ka. Për të rrëzuar Edi Ramën, Sali Berisha mendon që prania e të rinjve në protestet e tij është domosdoshme. Fatin që meritojnë diktaturat autokratike duhet të afirmos gjenerata Z, duhet të afirmosin studentët dhe rinia. E pranojnë që ndërkombëtarët po heshtin duke mos dalë në mbështetje të kauzave të opozitës. Tregon se lobimi e Edi Ramës akoma ka efektet e tij korruptive, sidoqoftë i bindur se nga ambasadorët që janë në Shqipëri, shumë prej tyre nuk pajtohen kurrë me bllokimin e drejtësisë. Pavarësisht insistimit të Partisë Demokratike, Kryedemokrati është i bindur që socialistët nuk e lëshojnë Belinda Ballukun. Ai nuk dorëzon dot për asnjë rrethan, asnjë mundësi imunitetin e Lubi Ballukut, sepse e din që i duhet të dorëzojë lëkurën e tij, karrigen e tij. Jashtë për ishte edhe me këshillin e lartë gjyqësor dhe gjyqtarin Rena Gjoka. KLG-ja votoi për të mos i ndërprer mandatin asaj, sepse ajo është mikesh e Gysagasit, por jo më pak e Linda Ramës dhe Edi Ramës. Jo vetëm betejën me kundërshtarët, por duket se demokratët do të kenë edhe një përballje me njëri tjetrin për strukturat e partisë, pasi Berisha nuk heq dorë nga primaret. Që prej mesnatës së kaluar, zona e Dardhës në qarkun e Korçës është përfshirë nga rreshtje mesatare dëbore, të cilat i kanë kaluar 15 cm trashësi dhe në disa zona edhe mbi 20 cm. Mjetet borpastruese janë në terren për të mbajtur të hapur aksin Dardhë-Borpushtic, si dhe kryposin e saj për të mos liruar krijimin e akullit në rrugë, sa kaq në akset e tjera nacionale të qarkut Korç nuk ka pasur problematika. Akset Qaf-Tham Pogradec, Qukës Qaf-Ploç, Korç Kapshtic, Korç Darz dhe Korç Ersek, qarkullimi i automjeteve vijon pa probleme. Jemi në pikun e qarkullimit të gripit dhe infektimeve në popullat. Mjekët flasin për një fluks të lartë urgjencash, por edhe shtrimesh në spitale. Sipas tyre, bronkopneumonia është një nga komplikacionet që po shkakton nëntipi agresiv i gripit AH3N2. Aktualisht 40% e rasteve që paraqiten në spital kanë nevojë për shtrim. Agresiviteti i gripit të këtij sezoni ka rritur urgjenca dhe shtrimet në spitale. Fundi janarit ka shënuar pikun e qarkullimit të gripit, por dhe infektimeve në popullat. Mbi 100 raste në ditë i drejtohen shërbimit infektiv në QSUT, me komplikacione të shkaktuara kryesisht nga AH3N2 dhe nëntipe të tjera në qarkullim. Mjekët thonë se 40% të prekurve që i drejtohen urgjencës së infektivit janë raste për shtrim për shkak të bronkopneumonive dhe komplikacioneve të tjera. Bronkopneumonit që në këtë moment janë shqetësimi kryesor. Janë pacientë që absolutisht kërkojnë një kujdes të veçantë, janë pacientë që shpeshherë kërkojnë hospitalizim, pavarësisht grup moshave të tyre, nga grup moshat e reja deri te grup moshat e treta, dhe që duan një, sikurse e thash, kujdes të veçantë, duke tentuar që të paraprim komplikacionet e mësaterit. Ka subjekte që paraqiten më shumë se një herë pranë urgjencës, duke tentuar fillimisht të marrin mjekim ambulator dhe pastaj rikthehen sepse shohin që nuk ka pasur rezultatin që kemi dashur ne vetken. Të paktën një 30-40% e tyre janë të raste të cilat tërheqin që në momentin e parë vëmendjen për hospitalizim. Rastet që i drejtohen shërbimit infektiv janë nga të gjitha grupmoshat, ndërsa nevojë për shtrim kanë të sëmurët kronik dhe të moshuarit për shkak të mbivendosjes së sëmundjeve dhe problematikave që ka shkaktuar gripi. Ndërsa në urgjencën e pediatrisë, fluksi vizitave në këtë periudhë piku të qarkullimit të gripit është edhe më i lartë. Mjekët tregojnë se jo gjithmonë bëhet fjalë për raste urgjente, pasi edhe për një temperaturë të lartë që zgjat për disa ditë, prindrit fillimisht i drejtohen spitalit dhe jo qendrave shëndetësore. Vajtjet në spital, thon pediatrit, pa rekomandimin e mjekut familjes, jo vetëm ngarkojnë sistemin shëndetësor, por bëhen shkak që fëmijët të marrin edhe viroza të tjera. Krahas gripit, tek fëmijët po qarkullon edhe virusi respirator sincial, viroza të tjera, ndërsa janë rikthyer rastet me fruth për shkak të uljes së vaksinimit
veçanërisht në Tiranë. Edhe muaj shkurt pritet të nisë me rritje të kurbës së infektimeve nga gripi dhe virozave të tjera. Ndaj mjekët bëjnë thirrje për kujdes, veçanërisht për fëmijët dhe të moshuarit. Fluk vizitash në Spitalin e Pediatrisë në Korçë. Shefi i shërbimit të pediatrisë Robert Rado tregon se rastet kanë qenë të shumëllojshme, ndërsa theksoi se ky lloj gripi është i shoqëruar me temperaturë të lartë e të zgjatur. Deri në 70 vizita në ditë janë kryer gjatë muajit janar nga mjekët e Spitalit të Pediatrisë në Korçë për shkak të shpërthimit të virozave të stinës dhe kryesisht të gripit të tipit A. Shefi i shërbimit të pediatrisë, Robert Rado, tregon se rastet kanë qenë të shumëllojshme, nga ato më të lehta, por dhe raste me komplikacione të rënda, të cilat kanë kërkuar dhe trajtim spitalor. Kemi një shfaqje të viruseve të gripit, të cilit janë kryesisht të tipit A, pra influenza e tipit A, e cila shkakton simptoma të gripit me temperaturë dhe me simptoma të rrugëve të sipërme apo të rrugëve të poshtme të frymëmarrjes. Mjeku sugjeron që të evitohen sa të jetë e mundur grumbullimet në mënyrë që virusi të mos përhapet, pasi ky lloj gripi është i shoqëruar me temperaturë të lartë dhe të zgjatur, çka e bën edhe më të vështirë kurimin. Në qoftë se zgjat mbi një javë temperatura, duhet patjetër që të drejtohemi tek mjeku i familjes apo tek mjeku specialist për të parë nëse kemi komplikacion dhe në cilin sistem ka dhënë komplikacion. Një dietë e shëndetshme, por edhe konsumimi i lëngjeve dhe çajrave janë të domosdoshme për të gjithë qytetarët e sidomos fëmijët e prekur nga gripi. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve shpalli rezultatin përfundimtar për zgjedhjet e parakohshme të 28 dhjetorit në Kosovë. Megjithatë, në këtë rezultate nuk u përfshi ai listës serbe. Pas rinumërimit, rezultatet për subjektet politike nuk kanë ndryshuar, ndërsa vetëm një kandidat e humbi mandatin. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve shpalli rezultatet përfundimtare për zgjedhjet e parakohshme të 28 dhjetorit për të gjitha subjektet politike përpos listës serbe. Mbledhja e KQZ-s nisi me diskutime nëse rezultati përfundimtar duhet të shpallet pa pritur afatin e ankesave për procesin e rinumërimit në qendrën e numërimit dhe të rezultateve. Që kjo që po bëhet sot, pra publikimi i rezultateve dhe miratimi i rezultateve përfundimtare, është në përputhje me ligjin për zgjedhjet e përgjithshme dhe me rregullat zgjedhore të KQZ-s, duke ditë që një farforme po mohojmë të drejtën e ankesës. E kemi përmirësuar tërë procesin e administrimit në QKN. Tani më në ligjin nuk jep ndonjë dispozit të veçantë për proces ankimor në procedurën e rinumërimit, por drejtën nuk ja u hupim askujt për parashtrimin e ankesave në lidhur me rinumërimin edhe në shpalljen e rezultatit. Pas rinumërimit, rezultati nuk ka ndryshuar për subjektet politike. Lëvizja vetëvendosje do të ketë 57 mandate, PDG-ja 22, LDK-ja 15 dhe AAK-ja 6, ndërsa lista serbe ka marrë 9 deputet nga 10 vendet e rezervuara për komunitetin serb. Me kërkesë të përfaqësuesve të lëvizjes vetëvendosje, rezultati i listës serbe u hodh veçmas në votim, duke bërë që të mos meratohet. Unë deklarohem që votoj kundër listës serbe, edhe kandidatëve dhe që veç. Besoj që bërna dhe kolegu im, është e drejtë ti. Unë dhe Ilir Gashi abstenojmë po flasë në emër të kolegut që në rastin e listës serbe, pra abstenojmë prej votimit në këtë subjekt politik, lidhur me subjekte tjera politike dhe rezultate tjera të dalëna, votojmë për. Diskutim pati edhe për Partinë Demokratike Turke të Kosovës, që ka fituar 2 ulse dhe për përfaqësimin gjinor në kuvend, por rezultati i saj u miratua. Pas përfundimit të rinumërimit, vetëm një deputet që kishte fituar mandatin pas numërimit të parë e ka humbur atë. Ndryshimi ka ardhur pikërisht kur Partia Turke me Fikrim Damka, që tashmë do të jetë deputet në vendin e tij, e ka zënë bashkëpartiaku Ergul Mazrek. Lumir Abdigjiku i mbijetoi votbesimit në Kuvendin e Lidhjes Demokratike të Kosovës.
Ai dha dorëheqjen e tij për shkak të rezultatit të dobët në zgjedhje. Gjatë punimeve të kuvendit të partisë, kërkoi që anëtarët ta shërtonin dorëheqjen e tij dhe të vendosin për fatin e tij. Punimet u zhvilluan me dyert të mbyllura dhe procesi i votimit e konfirmoi në krye të LDK-s me 165 delegat që votuan kundër largimit të Abdixhikut dhe 135 pro. Pas rikonfirmimit, ai premtoi përfshirjen e anëtarëve të pakënaqur të partisë në procesin e ri mbikëmbjes së LDK-s. Abdixhiku deklaroi se kuvendi i partisë ka dhënë 100 ditë kohë për të sjellë ndryshime në strukturat drejtuese dhe për të prezantuar platformën e re politike me synim ringritjen e partisë. Rruga përpara LDK-s ka emër më këmbje. Kjo nuk do të bëhet me ndarje në fitues e humbës, por me përafrimin e të gjithë anëtarësisë. Jemi pak dhe kemi nevojë për secilin, tha Abdixhiku. Mbështetja e sotme në këtë kuvend është po se po privilegj dhe përgjithësi. Është mbi të gjitha barë për rrugën përpara që ka LDK-ja. Kjo rrugë përpara ka emër, i thonë ri më këmbje, dhe zbëhet me natyrën e fituesit ose humbësit, bëhet me natyrën e parafrimit të gjithë anëtarësisë dhe prandaj unë sot këtu i bëj thirrje gjithëve, pa dallim, edhe ata që kanë qenë të kënaqur me mua, po ata sidomos ata që kanë qenë të pakënaqur me politikën e LDK-s, edhe ata që kanë pas funksione të larta, të vinë, të rreshtohen prapa qëllimit përbashkët të anëtarësisë së Lidhjes Demokratike të Kosovës. Jemi pak, kemi nevojë për secilin, do të punojmë ta kemi secilin. Natyrisht, pas çdo vendimi të shumicës do të ketë rreshtim prapa një ide më madhore, e kjo ide më madhore në obligon gjithëve që cilëme me përgjithësi, gjërat s'mund vazhdojnë se që kemi pasur deri tani. Procesi demokratik është proces i cili ka fillim dhe një përfundim, tash e tutje, përkatësisht nga hëna, do të kemi një angazhim strukturor gjithandej Kosovës me njerëz më të mirë që ka Lidhja Demokratike e Kosovës. I pëthirit gjithë edhe një herë, ata të dëshpëruarit, të larguarit, dorëhiqurit ose jo, të kthehen brenda shtëpisë së tyre politike në funksion të plotë politik. Ne kemi miratuar një deklarat që ka të bëj me ristrukturimin, ku kemi miratuar disa parime, ku për shembull personalitetet të ndryshme nuk mund të mbajnë dy poste njëkohësisht. E kështu me radhë janë disa parime të përgjithshme që e definojnë pastaj edhe sigurojnë përfaqësimin e të gjitha niveleve. Asnjëherë nuk do të bëhet ndonjë anashkalim ose diskriminim i atyre që kanë votuar kundër. Kjo është vetëm një gjë dëshiroj t'ju a them, që nga përvoja ime edhe akademike dhe e jetesës ime në Gjermani votbesimi kalohet me votim të hapur, këtu në LDK në Kosovë, ndryshe nga çdo parti tjetër, po dhe ndryshe nga vendet evropiane, ne kemi shkuar me votim të mbyllt për t'ja dhënë mundësinë se cili delegat ta jep votbesimin e tyre. Shqipëria shfaqet në një nga rreth 3 milion dokumentat e bëra publike së fundmi lidhur me çështjen e financierit amerikan Jeffrey Epstein. Bëhet fjalë për një email të datës 25 maj 2012 të dërguar nga Thorbjørn Jagland, në atë kohë sekretari i përgjithshëm i Këshillit të Evropës drejtuar Epstein. Në mesazh Jagland të shkruan se kishte qenë në Tiranë dhe se e kishte përmendur shëndrimin e tij me një koment për vajza të jashtëzakonshme shqiptare, duke shtuar se po udhëtonte drejt Jordanisë, Palestinës dhe Izraelit. Jagland ka zhvilluar një vizitë në Tiranë në 24 maj 2012, ku u takua me presidentin atëhershëm Bamir Topin, kryeministrin Sali Berisha dhe ministrin e jashtëm Edmond Haxhinasto. Një ditë pas kësaj vizite u dërgua edhe emaili në fjalë. Epstein njihet për skandalet e lidhura me abuzimet seksuale dhe përfshirjen e vajzave, përfshirë dhe ato të mitura, si në rastin e Virginia Giuffre, një nga viktimat që e denoncoi publikisht. Volejbolistja e Dinamos Najara Fera vijon të jetë e pezulluar pasi kur nuk e dorëzoi analizën e gjinisë. Kjo çështje mbetet pezull në Federatën e Volejbollit, që ende nuk ka marrë një përgjigje nga klubi apo edhe nga vetë sportistja. Kjo ka bërë që sezonin e ardhshëm testi i gjinisë të bëhet për çdo volejboliste e cila regjistrohet në kampionatin shqiptar. Që nga tetori, kur disa nga klubet dyshuan për gjininë e 32 vjeçares, ajo është zhdukur. Braziliani u largua nga Shqipëria dhe nuk luan më me vajzat e Dinamos. Për zhvillimet më të fundit na ndiqni në faqen tonë të internetit a2cnn.com.